Nuk është se është një ekip që lë për dëshiruar, pavarësisht se javët e fundit Dinamo me lojën që kam parë më duket vërtet në krizë, edhe presi dali në lojën e vetë që tregoi për. Duhet ta kishin ndarë mendjen pak më shpejt me afrimet se i bën në orët e fundit edhe. Dinamo flasim po. Për Dinamo po. I kanë Maloma dhe Mustafa. Po. Dakor, edhe pak gjatë gjithë kohës duke. Pra, me aftësitë që ka trajneri Daja, unë mendoj se mund marrë akoma pak më shumë nga ekipi vet. Në javën e fundit nuk ka treguar që por që nuk e ka armaturën e dur në kontroll, kjo s'diskutohet sepse tregojnë vetë shifrat, me flas për aspektin ofensiv. Unë besoj që është një ekip që po nuk ndezi Bregu, është e vështirë ndezi skuadra. Dhe ku bësh pak Bregu dependent mund duket i varur. Dinamo i ka emrat, edhe cilësinë e lojtarëve. Nuk mund të themi që nuk ka. Guindo është lojtar, i ka tregu vetën kampionatin tonë. Guindo është 50% e asaj që ka qenë më përpara. Nani është lojtar që ka shumë shpejtësi. Berisha po ashtu, Bernardi është lojtar. Po shifrat flasin ndryshe dhe po ti krahasosh me dy. Prandaj si emra i ka dhe si element. Tani besoj, po përmendësh 6 emra në repartin ofensiv të Dinamos, mund përmendim 6 emra aktual në repartin ofensiv Dinamos, nuk i arrin të golat e dyshës që u largu, domethënë unë kështu e shoh. Mirë, patjetër. Shifrat nuk gënjen. Ato të dy ishin vlerë shtuar e Dinamos. Domethënë, ideja ime është kjo, në momentin që dhe Bregu do qëllojnë në një ditë jo, duhet disa lider atje të marrin përsipër. Nuk po marrin. Nxjerrin atë në petkun e një lojtari lider, për los me një ekip që pretendon. Kjo është mendimi im. Duket pak sikur çdo shpresë varet tek Bregu te Dinamo. Nëse ai nuk është në top form që do në reparti ofensiv. Po Dinamo ka organik plot. Edhe Stolin e ka shumë. Për numër. Ne flasim efikasitet. Edhe për cilësi. Çdo vend e ka dubluar. Tri në Stol, Loran. Atëherë pse është në pozicion tabelën e klasifikimit? Nga lojtarët më të mirë superiorës. Pse është në pozicion tabelën e klasifikimit? Messin e ke po ashtu një lojtar që vjet ishte titullar. Në qendër të mbrojtjes, po ka shumë sezone dhe ka luajtur me Ditën dhe Alin, asnjëri nuk është qendër mbrojtës. Teksera është qendër mbrojtës. Dida ka eksperiencën e konsiderueshme. Nuk ka tetor, se kanë transferuar në fund gushtit për saktësi. Kush? Thot për Tekserën ka ardhur tetor. Ka filluar të luajë 27 gusht, 27-28 gusht, domethënë është e sigurt. Dinamo nuk mund çaj për organik. Jo, e ka organikën e plot, prandaj them që me ndeshjet e fundit që ka bërë pata fatë që po janë në stadium, ndeshje me Vllaznin, se po them se kanë pasur edhe kampionatin tim ndërkohë dhe nuk e kanë pasur shumë momente, po ndeshje me Vllaznin pash një Dinamo të vagët fare dhe besoj se vazhda e atyre rezultateve është që nuk po del dot. Dinamo shkon deri tek Devi Bregu dhe nëse nuk krijon Devi Bregu aty pasaj që ka diçka që nuk shkon. Aty jemi dakord, deklarata nga Devi Bregu është herë nervoz pas ndeshjeve me deklaratat, herë duke sulmuar drejtorin sportiv, herë dikë tjetër, herë duke u ankuar për dëmtimet, gjëra jo natyrale të tij, por që fakti që ka kur thotë të tilla. Po këtë ndeshje tregon që kanë potencial, e nxorën nga brenda atë që të keqin që kishin, domethënë. Edhe me 10 lojtarë e dominuan Tiranën. Tregon që skuadra ka potencial. Lojën po e bëjnë, po duhet të shojnë. Pritet që Dinamo të reagojë. Mos ta harrojmë që vazhdoi idenë dhe golin e gjetën në goditje standarde. Të na fali dhe një futboll më të bukur. 5 ndeshje bashkënuar. Urdhëroi Parmas 5 ndeshje Dinamos. Jam dakord pa atë po themi që sulmi nuk po ndes. Domethënë e di si më dukesh pavarësisht se Ibrahimi nuk du ta shqetësoj se sapo ka shku. Mbase do dhe pak po ta ambientohet. Po më duket sikur dhe Ibrahim dhe Guindo s'boshin dot një sulmues të dy së bashku. Po flas për forcën goditse. Donin po flasim një ekip që pretendon të jetë për titull kampion. Dhe më besoj çfarë shohim po e flasim atë unë e preka që akoma s'është ambientuar edhe i Maloma. Thashë nuk do të luajë pjesën e dytë. E preka në fillim. Por që kjo është ideja që kam domethënë për lojën ofensive. Pastaj ka pas shumë ndeshje të tjera mos harrojmë që kanë qenë të paprekur në prapavi dhe në sulm ka çduar 0-0, 0-0, domethënë janë disa ndeshje. Kjo tregon që ka një sëmundje aty në sulm që duhet kuruar.